Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun azza wa jalla falenderojmë, përshëndetje për zemrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ja dërgojmë edhe sërit musliman që ecë pas rrugës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë me shpjegimin e librit Mbroja muslimanit të autorit Sheikh Said al-Qahtani, Allahu e mëshiroft. Kemi arritë tema 92 që ka titullin Lutja e frikës nga shirku. Kjo është një lutje speciale që autori e ka sjellë këtu e që është për një temë shumë të rëndësishme. Frika nga shirku. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar edhe një dua që duhet me përdor me lut Allahun azza wa jall përmes kësaj duaje nëse friksohesh nga shirku. Shirku, domthonë ortakria ndaj Zotit, me mendu që Zoti ka ortak, kjo është baza e shirkut, shirku i madh. Shirku i njohur, domthonë. Mirë, po nuk është vetëm ky përkufizimi i shirkut. Shirku është më i gjonë se kaq. Ortakria ndaj Zotit që mund mi apo dikush është më i gjonë se kaq. Jo vetëm me mendu se ka edhe një Zot tjetër përveç Zotit. Kjo është maksimalja. Kjo është më e madhja. Por ka edhe forma ndryshme të shirkut, të cilat po ashtu janë të rrezikshme dhe janë rrezik domthonë i madh që njerit më afshi veprat e mira dhe me qenë i dënuar me xhehenam. Rreziku i shirkut që lidhet me temën tonë është për dy arsye. Që lidhet me temën, jo në mënyrë përgjithshme se pastaj është shumë e gjatë. Arsyeja e parë është hadithi që e ka sjell këtu autori, e që është se shirku ka mundësi me qenë i vogël, saqë njeriu nuk e din. Ka mundësi me qenë i vogël, i padukshëm ose i pavërejtur sa duhet, dhe ka mundësi që njeriu nuk e din, që ka rënë shirk. Për këtë arsye dhe ka dua speciale për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që më ruajt prej kësaj vepre e cila ndoshta edhe nuk duket. Domthonë rreziku i shirkut është se ka mundësi mos mu duk, mos me pa njeri, mi ik, edhe mos me vrej që ndoshta është uran shirk. Kjo është forma e parë e rrezikut. Forma e dytë e rrezikut është se disa prej dietarëve e që është një mendim shumë i fortë në librat të islamit, në legjislaturën islame, thonë se pavarësisht llojit të shirkut, Allahu nuk e fal shirkun përveç se me pendim. Domethënë, mëkatet e mëdha që i bëjnë njerëzit, ka mundësi Zoti me t'i fal alkoolin, amoralitetin, për shembull sharjen, gibetin, fyrjen, nënçmimin e njerëzve, shpifjen, ka mundësi Allahu me ta fal nëse bën punë tjera të mira, namazin, agjerimin, sadak, fjalë të mira, tesbih, dhikr, e kështu me radhë. Kurse shirku edhe nëse është i vogël, Allahu nuk ta fal, nuk ta fshin me këto veprat e mira që ai ke bë. Po duhet me bë pendim special, sikur që duhet me bë pendim për shirkut të madh. Rreziku tjetër është se shirku i vogël duhet me pas për ta pendim special. Andaj masi duhet me pas pendim, pavarësisht sa është, pavarësisht çfarë pozite ka, është i rrezikshëm. Pse? Sepse ti nëse nuk e din ç'i ke rënë shirk, ti s'ke bëu as pendim për to. Nëse nuk e vren ç'i ke rënë shirk, ti s'ke bëu as pendim. Andaj ka mundësi me taku Allahun azza wa jall me diçka prej shirkut. Kurse Allahu thot inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu nuk e fal atë që i bota atij ortak, që i bota ortakri pe punëve, kurse përveç kësajna ja fal kujt doj. Domethënë ka mundësi robi me shkum ditën e Kiametit me diçka pe shirkit që nuk ka shirk i madh, u kon musliman, u fal, ka haxhëru, mi po ka bëu diçka pe shirkit që nuk u kon shirku i madh, dhe ka mundësi me dal para Zotit mos me qenë që është pendu për atij shirku, dhe pastaj kur dalin para Zotit, Allahu azza wa jall nëse nuk ja ka dhënë mundësinë, domethënë, në këtë botë me pas pendim përgjithshëm për veprat e tij,
atëherë Allahu me dënu për që të shirkun, i cili është shirk i vogël sipas definicionit shariatit. Andaj në çdo dy pika është rreziku i shirkut. Për këtë arsye edhe autori e sjell këtë temë dhe e sjell duan në mënyrë që me thonë muslimani dhe më rujtën prej kësaj vepre të rrezikshme. Para se me lexu duan, edhe një çështje shumë e rëndësishme. Ibrahimi alayhis salam, pejgamberi prej pejgamberëve të dashur të ngritur te Allahu azza wa jall, është quajtur edhe baba i tauhidit. Baba i njëshmërisë së saktë të Allahut azza wa jall. Për arsye se Ibrahimi u kon ai që e ka rindërtu qabën. Ja ka vënë themelet ku çaty bëhet tauhid Allahu më shumëti, çaty madhrohet Zoti më shumëti. Për këtë arsye është quajtur edhe baba i tauhidit. Kur e ka ndërtu Ibrahimi ose kur e ka rindërtu Ibrahimi qabën me Ismailin alayhis salam, masi e ka ndërtu qabën e ka bë një dua. Ka bë një dua të gatshme në surën Bekara. Pe pjesëve të kësaj duaje ka qenë o Zot, Rabb wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam, surën Ibrahim. Se një pjesë në surën Bekara, një pjesë në surën Ibrahim. Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. O Zot, ruaju mu, edhe pasardhësit e mi, fëmijët e mi dhe pasardhësit e mi, që t'i adhurojmë idhujt. Që të bim shirkun më të madh. Thot Ibrahim et-Tejmi, njëri prej dietarëve të mëdhtë të tabienëve. Thot nëse Ibrahimi është friksuar prej shirkut, kur thash baba i tauhidit, dhe e ka ndërtu qabën, kush mbetet mas Ibrahimit mos u friksu prej shirkut? Ndërton shpinën e Allahut, domthon shpinë ku njerëz bojnë adhurim ndaj Zotit më shumë, s'ka vend ku adhurohet Zoti më shumë se në qabe. Ndërton shpinën e Zotit. Bën bazën, rikthen bazën ku njerëzit kanë me adhuru Zotin, kanë me ngrit madhrinë e Allahut, fjalën e tij. Dhe pastaj po friksohesh për shirkut, kjo është e çuditshme. Kjo është e çuditshme, po pejgambert e Allahut e kanë njohur Zotin më mirë se çdo kusht tjetër. Andaj edhe nëse kështu ka qenë puna e Ibrahimit, çka do të jetë puna me umetin e muslimanëve, me njerëzit që vinë më vonë. Hadithi që ka sjell autori është Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. O Zot, kërkoj mbrojtje tek ty, që të bëj ty ortakëri, të bëj ty shirk në gjërat që i di, dhe kërkoj falje prej teje në gjërat që nuk i di. Këtë hadith e ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këtë dua e ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në dy forma. Një formë i ka thonë në umetit krejt, në mënyrë përgjithshme, friksojuni prej shirkit. Një formë është ka qenë Abdullah ibn Maqil ibn Yasari me Ebu Bekrin radhiyallahu anhu dhe kanë shkuar te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë: "O Abu Bekr, mas shumti që friksohem për gjendjen e umetit tim është shirku i fshehtë." Ose ka thonë me një transmetim tjetër, shirku i vogël, që sajnë mas shumë t'i tuta për umetin tim. Jo shirku i madh, se shirku i madh ka mundësi me radh dikush për umetin tim, po është më i rrallë, se e din që është i madh, po unë është shkatërrues. Po mas shumë që friksona për umetin tim është shirku i vogël. I ka thonë Ebu Bekri radhiyallahu anhu: "O i dërguari i Allahut." Ose pasi që ka thonë këtë fjalë pejgamberi sa me Ebu Bekrit, Ebu Bekri ka thonë: "Shirku dihet me i bo Allahut ortak me dikant tjetër." Thotë pejgamberi sa: "Jo, thotë. Shirku në umetin tim është më i fshehur, më i padukshëm se sa lëvizja e bubrecit në birën e tij. Se sa lëvizja e bubrecit në birën e tij. E nëse dikush ndodh ballafaqohet me diçka pe shirkut, le ta thot këtë dua. Dhe pastaj e përmend ç'të dua. Është një shembullim interesant. Është një shembull interesant pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. A ka mundësi dikush të lëviz bubreci në zgavrën e tij, në tokë ose në birën e vet ku e ka, shpinën e vet ku e ka? A ka mundësi dikush me dëgju? Nuk ka shans kush me dëgju. Ti çysh dush, shko aty e ulën tokë, këshir më në me dëgju, nuk ki shans me dëgju.
Thonë dietar pejgamberi sa me ka shëmbulluar, ka bërë çit shembull për me kallëzu se njeriu ka mundësi mos provu me shirk, edhe nuk e vren veten hiç edhe ku me di çfarë gjendje me çan. Nuk e vren hiç. Edhe vazhdon. Dhe kjo është ajo që është më e qartë, më e bukur në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Vllazni, dietar kur e kanë lexuar këtë hadith, ka thonë që to në çet llojin e shirkut që pejgamberi sa më është friksu por umetin e tij në mënyrë parsore hin 3 smuja të zemrës. Hin syfaqësia ose me trigu veprat përmes lëvizjeve, që është me të pa dikush me sy, ose me të ni dikush me vesh, mi kallëzu vepra përmes fjalëve, ose vetëm burrja. Çto tria, nëse domon çto tria ashtu kështu hin çet hadith. Nëse e kthejmë që tash hadithin në jetën tonë normale, e shohmi për një mes so problematik ku ka shirku në mesin e njerëzve. Pse? Për arsye se shumë prej muslimanëve ose shumica e muslimanëve, një pakicë e tyre kanë mundësi me pështu prej syfaqësisë. Veç ai që i rrin vetit shumë gati e ban luftë me nefsin e vet një kohë të gat derisa drejtohet. E kjo hin domon që është tash në 2 lloje. Lloji i parë është nëse dikush ban lëvizje, ja nis me mu fal më mirë, ja nis me knu Kur'an më mirë, nëse dikush e dëgjon, thotë le të dëgjojnë, le të më shohin filoni që une po fali namaz më mirë, pesgati namazin e kështu me radhë. Ose kanë thonë dietarët, forma e dytë e syfaqësisë që e përfshin ky hadith është në veprat që njeri nuk i dëgjon prej teje, që njeri nuk i sheh prej teje, por ti pastaj i shfaq me gojë. Për shembull, kur kush nuk e din sa e ki frikën ti në zemër prej Zotit, sa e don Allahun. Nuk e din, domthonë ka raste që mund më kallëzu, po në mënyrë përgjithshme nuk e din kërkosh. Sa e ki zemrën tonë të mbushur me marrë me tërp prej Zotit. Kjo është çështje intime, nuk e din kërkosh zemrën tonë. Mi po ti këtu ne jetën tash nëse të ka ndodhur diçka, tu lexu Kur'an ose diçka, tu ka drirë zemra, je kon nashti vet, nashti të ka piku loti, nashti kështu, ose ke dhënë dikon sadak, nuk është pa puna jote, ti bën syfaqësi pastaj me fjalët e tua. Thuaj ja valla kur po lexoj çta jetë po mbridhet zemra. Ja valla kur po bëj kështu po ndodh kështu. Edhe pastaj e kallzon veprat e tua duke u mundu ngrit. Me ndodh në herë me kallzu, të mund si rregull, me ndodh në herë me kallzu kur ka nevojë, kur është temë normale, kur kërkohet dikush me nxit dikan punë të hajrit, punë të mira dhe ti je i sigurt që nuk je të e bë për syfaqësi, lejohet. Mirë, po kjo është shumë e kufizuar. Kjo është shumë e kufizuar dhe shumë e rrallë. Andaj çisojna nuk mund mi ik kërkosh. E vetëm burrja në varret për njerëzve. Po shumica apet, shumë për njerëzve kanë qef mu kallëzu me diçka. E nëse që tash ka munohen mu kallëzu, e shplojnë një diçka për me ngrit vetën, duke u mundu që më ju kallëzu tjerëve se ju nuk keni në çdo punë të harit, punë të mira sikur on, atëherë edhe kjo llogaritet prej çdo rreziqeve që pejgamberi sa më ka kërku mbrojtje te Allahu përmes kësaj duaje që me tryt Zoti pe shirkit. Andaj çështja serioze. Çështja serioze, më pas kujdes njeri mos me i shpalos punët e tij. Maksimum. Vetëm nëse e ka nevoja, rasti i caktuar, dobia e caktuar që nëse e shpalos, është hajër për njerëzit, është mirë, është një lloj daveti për ta e kështu me radhë, ose të kufizuar me po. A kështu duhet njeri vazhdimisht me luftu veten që pik. Derisa del pikë kësaj dynjaje. Për arsye se vazhdimisht nefsi vjen edhe të lufton që të pik. Për ti mu kallëzue te njerëzit kurse mos më mbet diçka mes tije edhe Allahut azza wa xal, ndërsa muslimani është shumë e rëndësishme me pas sekrete mes tij dhe Allahut. Që nuk i den askush përveç ai dhe Zoti i tij derisa takohet me Zotin. E kur takohet me Zotin, pastaj ato sekrete ka me pas një pozitë dhe një peshë shumë të madhe te Allahu azza wa xal. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika wa ana a'lam. O Zot, kërkoj mbrojtje prej Teje që unë të bëj shirk duke qenë se e di. Kjo kanë thonë dietarët, ka thënë Ibn Qayyim rahimahullah,
Kjo është me kërku pej Zotit mbrojtje, mos me të lon ty me ran shirk. Domthon duke qenë ti në gjendje normale, mos me të lon ti me ran çit pozit. Wa astaghfiruka ma la a'lam, ose wa astaghfiruka lima la a'lam. Dhe kërkoj mbrojtje prej teje prej shirkut që unë nuk e di. Ka ndodh, ke harru, ose se ke ditë dispozitën, ke kallëzu diçka, ose ke desht me një kohë caktuar me diçka, pastaj ke harru me kërku falje, bani që dua. Bani që dua dhe inshallah që dua e përfshin krejt shirkun që ti e ke bo nuk e ke ditë. Thot Ibn Kaimi rahimahullah, njeriu ka nevojë për pjesën e dy duas më shumë se për pjesën e parë. Njeri ka nevojë për pjesën e dy duas më shumë se për pjesën e parë. Pse? Për arsye se 100% ka me ra në shirk. 100% ka me ra në shirk. Dhe 100% ka me harru një pjesë për qëtën e veprave që ka ra në shirk. Ka me kalu një kohë që ka me harru. Nashti thot gabova të pendona, po pastaj harron. Ose nuk i bjen men hiç për shkak angazhimit. Andaj thotim Ibn Kaimi rahimahullah, nuk ka dyshim se që dua, për që duan e dy, pjesën e dy që o Zot kërkoj mbrojtje prej Teje, që të ma falsh shirkun që nuk e di, që ta duhet përsërit njeri më shumë. Thot dhe përmes kësaj pastaj e kupton përmes kësaj e kupton ajetin ku thot Allahu wa ma asabakum min musibetin fa bima kasabat aydikum. Kjo është një fshehtësi interesante për Ibn Kaimit. Thot pastaj e kupton përmes asaj ajetin se çka t'ju godet, ndonjë fatkeqësi është për shkak veprave të juve. Pse? Se në mesin e fatkeqësisë që ty të godet është një fatkeqësi që duhet në këtë dynjë është se ka qenë sebeb një shirk që ti e ke harru. Edhe s'ke kërku falje për ta. E Allahu ty të godet me një fatkeqësi që me të qit tyje nudhe, me pati ku i ki punt. Mu kthy. Edhe më thonë, o Zot, falmi gjitha gjënohat. Se me siguri që kjo vepër shka më dojë për shkak gjënave të mia. Andaj, është shumë rëndësi kur ta thojmë që dua, me thonën, çka hon dietarët më mundu me thonë shpesh. Që me trujt Zoti, më fillu me bo një falloj vetdije tondën, personale, më rujt mos me ran shirk. Ku ta thoj që dua shpesh thu, nalose ku i kam punë, ku i kam komt. Mos të gutna, mos të foli, e kështu me radhë. Dhe po ashtu pastaj inshallah e merr garancinë prej Allahut azza wa xal që nëse e thu shpesh dhe pranohet kjo dua, edhe nëse ke ra nga një herë se na çështash. Ashtë sigur që kena me ra, ina njerëz dopt edhe nëse ke ra inshallah Zoti ta pranon pendimin dhe ta pranon këtë istikfar që e ke bu për atë shirk. Kjo është mënyrë përgjithshme në lidhje me këtë hadith. Walhamdulillahi rabbil alamin.